3 gjëra të cilat profeti alayhi salam dëshiroi t'i bënte me Qaben, por që nuk i ndërmori. Nuk është e thënë që njeriu të arrijë çdo gjë që dëshiron. Madje as i dërguari Allahut alayhi salam. Të rinjt duan që çdo gjë të ndodhë menjëherë dhe në mënyrë të përsosur. Por kjo nuk është praktike. Ndonjëherë, sheriati, disa çështje, edhe sikur të jenë madhore për hir të një interesi më të përgjithshëm, urdhëron që ato të mos veprohen, ose për shkak se dëmi që shkaktohet mund të jetë më i madh se përfitimi. Ky është një standard më të sjellësishëm që kërkon dietar të mëdhenj, të cilët të dinë të bëjnë vlerësimin e duhur. Kur profeti alayhi salam çliroi Mekën në vitin 8 Hijri dhe pati kontroll të plotë mbi qytetin si udhëheqës i padiskutueshëm, ai nuk arriti të realizonte 3 dëshirat e tij lidhur me Qaben. 1. Të ndërtonte Qaben mbi themelet e Ibrahimit alayhi salam. 2. Ta vendoste derën e saj në nivel me tokën. 3. Të ndërtonte 2 dyer, një në lindje dhe një në perëndim. Në Sahihun e Buhariut transmetohet nga Aisha se i dërguari Allahut alayhi salam ka thënë: "A nuk e di ti se populli yt e ndërtoi Qaben duke u larguar nga themelet e Ibrahimit?" Aisha e pyeti: "O i dërguari Allahut, pse nuk e rikthen mbi themelet e Ibrahimit?" Ai ju përgjigj: "O të mos ishte për faktin se populli yt sapo ka dalë nga mosbesimi, do ta bëja këtë." Atë mund të mendonin se ai po bënte këtë për të fituar lavdi personale ose se do të shqetësoheshin nga shkatrimi i saj. Po ashtu, në një tjetër transmetim të Buhariut, Aisha radhiyallahu anha e pyeti profetin alayhi salam nëse muri gjysmërrethor, Hijri Ismailit, ishte pjesë e Qabes, dhe ai u përgjigj: "Po." Kur ajo e pyeti se pse nuk ishte përfshirë në ndërtim, ai u përgjigj: "Populli yt nuk ishte fondet mjaftueshme për ta ndërtuar plotësisht." Kur e pyeti pse dera e Qabes ishte vendosur e ngritur, ai tha: "E bën këtë që të fusnin brenda atë që donin dhe të ndalonin atë që nuk donin. Sikur të mos kishte qenë fakti se populli yt është i ri në Islam, do ta përfshija Hijrin brenda Qabes dhe do ta vendosja derën në nivel me tokën." Në një tjetër hadith të Buhariut, profeti alayhi salam tha: "O Aisha, po të mos ishte se populli yt sapo ka lënë mosbesimin, do ta shembja Qaben dhe do t'i vendosja 2 dyer, një për të hyrë njerëzit dhe një për të dalë." Nga ky qëndrim i profetit alayhi salam mund të nxjerrim disa mësime. 1. Dietari Ibn Mulkin ka thënë: "Në këtë rast, shohim se ndonjëherë duhet të lihet një emir për të shmangur një fitne, trazien më të madhe, dhe se ndonjëherë duhet të hiqet të dorë nga një interes për të shmangur një dëm më të madh." Kjo ilustrohet edhe me fjalët e kalifit Omer bin Abdulaziz ndaj të birit, kur ai e pyeti: "Pse nuk e zbaton të vërtetën me njëherë? Nuk më intereson nëse vuajmë të dy për hir të së vërtetës." Omeri ju përgjigj: "Mos u ngut, birim. Allahu e qortoi alkoolin në Kur'an 2 herë, para se ta ndalonte në të tretën. Unë kam frikë se nëse imponohet popullit e vërteta e plot me njëherë, ata do ta refuzojnë atë dhe do të krijohet një trazir. Muslimani shpërblehet më shumë edhe në mënyrë më madhështore kur ndjek ligjin e Allahut në një çështje, edhe pse ndonjëherë ajo që dëshiron mund të jetë më e vështirë dhe të kërkojë më shumë sakrificë. Megjithatë, synimi i sheriatit është arritja e një vizioni të përgjithshëm dhe gjithëpërfshirës, i cili zakonisht gjendet në mendimin më të lehtë dhe jo në atë më të vështirë. Në çdo rast, çështja kërkon përpjekje dhe ijtihad nga dietarë të mëdhenj. 2. Ndjekja e urtësisë së adhurimeve është e legjitimuar nga sheriati, por pa devijuar nga udhëzimi i profetit alayhi salam, e dim apo nuk e dim urtësinë e adhurimeve. Ibn Omeri radhiyallahu anhu ka thënë: "Nuk e kam parë të dërguarin e Allahut alayhi salam të ketë lënë pa prekur 2 këndet që janë pranë Hijrit, përveç se për faktin se shtëpia, Qabja, nuk ishte ndërtuar plotësisht mbi themelet e Ibrahimit." Omeri radhiyallahu anhu para se të puthte gurin e zi tha: "Pasha Allahun, unë e di që je vetëm një gur që nuk dëmton dhe nuk sjell dobi. O të mos e kisha parë të dërguarin e Allahut alayhi salam duke të puthur, nuk do ta bëja këtë." Nga kjo mësojmë se vendimet fetare dhe ligjore duhet të bazohen tek urtësia dhe objektivat e përgjithshme të sheriatit, dhe se ndonjëherë është më e drejtë të zgjedhësh rrugën më të lehtë për të ruajtur harmoninë dhe shmangur trazirat.